Dhe më lejoni të them, shumica nuk bëjnë më shumë nga 30% të detyrës, por nuk mund të kemi më të mirën, versionin më të mirë të çdo drejtuesi të lartë në senior staff, nëse ne nuk u japim mundësinë që ata të zhvillohen, nëse ne nuk u japim besimin që ata të kenë mundësi të flasin hapur dhe të thonë çfarë ata mendojnë. Është një brez i cili duke ardhur nga millennials apo nga gjenerata Z apo nga gjenerata Alfa, gjëja që i vret dhe i kuput krahët atyre është kur ti merr një qasje, po ata nuk janë pjesëmarrës. Por ata nuk mund të ndodhë që ky staf i lartë vendos të largohet. Mund të ndodhë që ky staf i lartë jo vetëm largohet, por planifikon të bëhet një kundërshtar i tyre në tregun e punës, dhe për shkak se kjo gjë ka ndodhur shpeshherë, qasja autokratike del në sipërfaqe, për të thënë nuk mund ta lejoj të ndodhë më kjo. Po ndiqni podcastin Miqësisht e Lida. Përshëndetje sërish. Do të vazhdoja me pjesën e dytë të idesë të rrethuarit me njerëz të vërtet, me njerëz që kanë integritet, me njerëz që na duan të mirën dhe me njerëz që guxojnë ta thonë të vërtetën. Tani do të futem pak në nivelin e atyre personave të cilët janë trajnuar, le të marrim stafin e lartë në rastin e coaching me lidhem, dhe janë ata persona të cilët kanë punuar prej muajsh e muajsh të gjithë të kuptojnë cili është përshkrimi i detyrës së tyre, sa kanë bërë deri tani, dhe më lejoni të them shumica nuk bëjnë më shumë nga 30% të detyrës. I kanë mësuar cilat janë detyrat e tjera që duhen bëjnë, janë trajnuar për këto, duke bërë çdo ditë detyrën e tyre. Pra nuk është një trajnim që bëhemi në teori, po është cilat janë detyrat e tua, cilat janë ato indikatorë të suksesit, KPIs, dhe le të punojmë drejt zbatimit të tyre. Mbasi kanë mësuar këtë, ajo që ndodh shpeshherë është kjo përplasje, siç thash, që në mbledhjet me stafin e lartë, në ato struktura që ne kemi vendosur që kompania ka filluar të ecë në një vetë zhvillim, vetë menaxhim, atë që shikojmë është që ky staf i lartë përballet me disa sfida të reja, në të cilat ose duhet jenë të vërtet dhe të thonë që unë mendoj që unë bëj detyrën time më mirë kur ekspertiza ime vihet gjithmonë më shumë në shërbim të kompanisë të CEOs, shpeshherë edhe duke mos qenë dakord me idetë operacionale të CEOs. Kjo është fjali e madhe, por nëse do futesha në praktik do të thoshja. Atë që unë vërej shpeshherë është që janë këta persona të cilët kur ulen dhe pyeten si kemi kaluar, çfarë kemi arritur javën e kaluar, çfarë kemi për bërë këtë javë, këta janë persona që shpeshherë gjenden përballë dy qasjeve. Qasja e parë është kur ti ke përballë një CEO, i cili është duke thënë, shiko, kam investuar aq shumë në ty sa unë dua frutin dhe dua tani. Dhe është një CEO tjetër i cili thotë, "Okej, unë e di që je në rrugë zhvillimi, e di që do duhet durojmë pak derisa shumë gjëra ti rregullojmë, qoftë komunikimin tim si CEO, qoftë komunikimin tënd." Dhe është kjo qasja e dytë ku ne punojmë fort. Por këta të rinj, zakonisht janë të rinj, që gjenden si staf i lartë, qasjen e parë të një persone që i thotë unë e dua dhe e dua tani këtë gjë, është një brez i cili duke ardhur nga millennials apo nga gjenerata Z apo nga gjenerata Alfa, gjëja që i vret dhe i kuput krahët atyre është kur ti merr një qasje, po ata nuk janë pjesëmarrës. Kur ata nuk ndihen që në vendimarrje është marrë mendimi i tyre, dhe jo vetëm është marrë për të dukur sikur merret, por në vërtetësi zbatohet. Po i dini sa e vështirë është kjo për një CEO për shembull i cili ka mbi 7 muaj që ka investuar tek stafi i lartë dhe ulet në tavolinë dhe në vend që të ketë një person sipas qasjes parë autokratike, ketë një person i cili thotë po sir, ke shumë të drejtë, po patjetër e kuptoj, e vlerësoj sepse ti ke ndikuar shumë që unë të zhvillohem, patjetër do të bëhet kjo. Dhe ajo që dëgjon shpeshherë është, më fal, a mund të them dhe unë mendimin tim? Dhe mendimi im është që nëse ne do të kemi mundësi ta bëjmë në këtë formë, mendoj që të ardhurat do të kemi më të larta, mendoj që ky projekt do të ecë më shpejt, mendoj që produkti do dalë më mirë, mendoj që pritshmëritë e klientëve tanë do mbulohen më mirë, mendoj që stafi do ndihet më i motivuar, pra varet në çfarë kapele kanë kur ata janë ulur në tavolinën e madhe, në tavolinën e big guys, në tavolinën e atyre që drejtojnë kompaninë. Dhe në varësi të asaj që thotë, nëse qasja i CEOs ndaj tyre
është autokratike, është për lere praktike, kemi thënë, merë mbarohet tash. E di, unë fjalë e di. Ose, për qasja tjetër është, edhe njërë, mund ta dëgjoj atë që më tepse nuk më çojë me shkrimtit të shikojnë që përpara. Mund të ma dërgosh dhe flasim, mund ta shtym të për gjysmore, një orë dhe riflasim. Kjo është qasja që stafi i lartë kërkon të ketë nga CEO. Kërkon të ketë nga një CEO i cili është sa vizionar, aq edhe operacional. Nëse është vizionar është që atë gjë e kemi kaluar gjatë, ata në përshkrimin e punës së tyre e dinë rolin që kanë për të zbatuar këtë vizion në praktik. Nga ana tjetër, pjesa operacionale ju duhet lënë me 100% krah të lira. Gjithmonë duke i monitoruar, gjithmonë duke vajtur me idenë për t'i mentoruar, por jo për të futur në mikromenaxhim. Ky brez aktiv që kemi në tregun e punës, kjo forcë aktive e tregut të punës nuk funksionon dot me forma autokratike. Dhe sa më shpejt ta kuptojmë këtë gjë, aq më pak do të kemi ato që quhen keq komunikime në tregun e punës, keq komunikime të cilat vijnë shpeshherë nga përplasje të qasjeve, nga përplasje të pritshmërive. Një gjë që më del gjithmonë përpara është që stafi i lartë kur vjen në sesionet e coaching që mund të jenë qoftë kur janë në mënyrë individuale, qoftë kur ne i bëjmë ato në grup, ajo që unë dëgjoj shpeshherë është si ka mundësi që ky CEO kaq i suksesshëm, kaq i zoti, të bëjë një të folur të tillë në treg, të bëjë një të folur të tillë në mbledhjen tonë. Dhe kjo është një pyetje që ata e kanë me gjithmonë, dhe kanë që jo sepse duan të ulin CEO, shumica e tyre janë me një admirim për të CEO. Kanë një admirim për një personi që do të zhvillohet, për një person që tashmë është i zhvilluar. Kanë një admirim ndaj një personi që ka arritur një sukses, të cilit ata i besojnë dhe të cilin ata duan ta arrijnë në fushën e tyre, atë fushë ekspertize që ata kanë. Por nuk ju duket normale që ky person kaq i zhvilluar, me kaq larg pamësi, me kaq do të thoshja suksese në brezin e tyre, të kenë një qasje të llojit që të ndihen si të kërcënuar nga ky staf i lartë, të cilët në fakt vetëm po bëjnë detyrën e tyre. Kur unë them fjalën të kërcënuar, është gjëja që kur unë guxoj dhe ja them këtë CEO-ve, sigurisht që unë nuk mund t'ju them, nuk mund të ndihesh i kërcënuar nga ky personi, por përkthimi thjesht për thjesht do të ishte, nëse do ta ndihmoja që të bënin një pickatore dhe të hiqin cili është ai mendim që CEO kalon në tru, që e bën të ndihet me emocione jo të mira, të cilat e nxisin që të flas fjali jo të mira, jo ndërtuese, shpeshherë është mendimi që ndihen të kërcënuar. Jo sepse do ju iki fuqia nga dora, por sepse kjo fuqi që ata mendojnë që kalojnë stafit të lartë mund të keq përdoret. Mund të ndodhë që ky staf i lartë vendos të largohet. Mund të ndodhë që ky staf i lartë jo vetëm largohet, por planifikon të bëhet një kundërshtar i tyre në tregun e punës, mund të bëhet një konkurrues i tyre në tregun e punës, dhe për shkak se kjo gjë ka ndodhur shpeshherë, qasja autokratike del në sipërfaqe për të thënë nuk mund ta lejoj të ndodhë më kjo. Miq, nëse rini të qenit i vërtet në tregun e punës, do doja të ndaja këto dy ide, sepse mendoj që gjithkush ka ne gjendet në këtë situatë. Përgjigjja që kam unë nga përvoja ime, nga coaching me Eliden është ti nuk mund të kontrollosh çfarë tjetri do të bëjë në të ardhmen. Por ajo që ti mund bësh sot, është ta bësh të arritje të versioni më i mirë i vetvetes së ti. Dhe këtë ta bësh ndërkohë që ky person po zbaton vizionin tënd. Dhe këtë ta bësh ndërkohë që ai ndjen që ti i do të mirën, do që ai të ecë. Por duke i dashur të mirën dhe duke dashur që ai të ecë, ti i jep mundësinë që ai të zhvillohet, të vetë zhvillohet. Shpeshherë duke përdorur kompaninë tënde si një plastelin ku mëson dorën. Dhe shpeshherë do të bëj dhe gabime, por nuk mund të kemi më të mirën, versionin më të mirë të çdo drejtuesi të lartë dhe senior staff, nëse ne nuk u japim mundësinë që ata të zhvillohen, nëse ne nuk u japim besimin që ata të kenë mundësi të flasin hapur dhe të thonë çfarë ata mendojnë. Nganjëherë qëllon që ky CEO, çdo gjë që i propozohet e ka kaluar dhe mendon që unë këtë e kam provuar dhe më ka dështuar. Dhe ajo që ne ulemi dhe flasim bashkë është, ok, kur ti ke dështuar, a mendon që mund të ketë qenë për shkak të këtij propozimi, për shkak të këtij projekti, apo ka qenë sepse ndofta nuk ka qenë kohë e dur? Ndofta shitja që i ke bërë në treg nuk ka qenë e duhura, ndofta çmimi nuk ka qenë i dur, ndofta marketingu që i ke bërë nuk ka qenë i dur.
Dhe ndofta kjo është mundësia që ti mund të bësh që absolutisht t'i japësh mundësinë këtyre stafit lartë që ta bëjnë këtë gjë. Pyetje fundit që unë do t'i bëja gjithmonë sales, po dhe stafit e lartë është, në qoftë se do të kishe mundësinë vetëm për një goditje që këtë projekt ta bëje shumë mirë. Le të themi që do të ishe në një cep dhome që ishe futur atje që do të thuhet po bëje, o humbe vendin e punës. Çfarë vendimi do të mirje? Dhe në qoftë se ky vendim do të ishte kjo që ti ke propozuar, qëndro, mbaje mendimin tënd, mbroje mendimin tënd. Po nëse ti mendon që ka diçka aty që duhet hequr, ka një proces që do shkurtuar, ka një procedurë që do përmirësuar, bëje dhe pastaj fol në tavolinën e big guys, njerëzve të cilët marrin vendime për biznesin. Duke menduar që prap kam dhënë një ide që ndoshta mund t'i vlej dikujt në tregun e punës, që të vendos të jetë i vërtet, që të vendos të jetë versione më i mirë, qoftë nga ana profesionale po dhe nga ana personale, ju lë me gjithë bekimet e Perëndis. Miqësisht, Elida. Nëse ke arritur deri në fund të videos, kjo do të thotë që ti je një ndjekës i rregullt dhe ke interes në gjërat që ne bëjmë. Nëse është ky rasti, ju lutem më kontaktoni. Ne mund të futemi shumë mirë në një nga programet e mia dhe të marrim të shikojmë çfarë është gjëja që të bën më shumë mirë ty në momentin që ti je në përgjithësimin e karrierës ku ti je, në ecjen që ti ke bërë. Dhe jam e bindur që ti mund të bashkohesh një armatë të madhe njerëzish të suksesshëm me të cilët ne punojmë. Prej të cilëve ne në mënyrë të vazhdueshme secili nga ne mëson, por jo vetëm kaq. Krijojmë një network, krijojmë një rrjetëzim që është i jashtëzakonshëm. Kur kanë të njëjtën ide që ndahet, që është të qenit me mendje të hapur, të qenit i gatshëm të ndihmojnë njëri tjetrin dhe të qenit vazhdimisht në tregun e punës për të dhënë më të mirën tonë. Nëse është kjo që të ka sjell tek podcasti im, të lutem më shkruaj. Të lutem, është shumë e kollaj të më gjesh, ndoshta në Facebook me Lida Motro, ndoshta në Instagram që është Emi Coaching and Consulting, e gjeni kollaj fare, ose dhe në YouTube. Mundësitë e lidhjes janë të jashtëzakonshme. Mundësitë nga të cilat ju do përfitoni nga kjo lidhje nuk ka të bëjnë me mua, ka të bëjnë me gjithë rrjetin e njerëzve me të cilët do të bashkëpunoj. Uroj t'ju shoh nga brenda programeve të MCC. Ju uroj gjithë bekimet e Perëndis. Miqësisht, Elida.